Një masiv i konsiderueshëm dhera është shkëputur në orët e para të mëngjesit në zonën e kodër Curilave në Durrës, duke shkaktuar dëmtime në një pallat të banuar dhe duke ngritur shqetësime për sigurinë e banorëve. Si pasojë rrëshqitjes së shembur një pjesë e murit ansor të katit të parë të një ndërtese, ndërsa dëmet më të mëdha janë regjistruar në ambientet e një restoranti që ndodhej në godin. Për arsye sigurie, banorët janë larguar përkohësisht nga banesat e tyre dhe do të rikthehen vetëm pasi ekspertët të konfirmojnë se nuk ekziston më rrezik për rrëshqitje të tjera. Mërëm në orën 3 pajtore kështu në gjyshim që kërcitje. Unë ngrejtëm pastaj, dolëm që me pa kishtë fillon djeri kodra. Po, nejtëm ke makina, se ku do shkojshe në aty, në jem në katë tretë. Jo, nuk jemi këtyra koba. Qohemi alarmon, vishof, u që njerëzit, policia fillet të nxjerrë edhe ke pallati, edhe këtu mos kishte një imena, i ndronë gjithë për jashtë. Si që shifni, kishte ra kodra, ka është një vetëm zhurma, kur një zhurmë e të mërshme. Pa energji elektrike, ka ardhur një elektriku me urgjencë, po punën edhe shumat për të venos energjinë elektrike, por banorët kanë hyrë asnjëri. Zona e Curilave njihet për përbërjen argjilore të terrenit, shka e bën më të ndjeshme ndaj fenomeneve të tilla, sidomos pas rreshjeve ose lëvizjeve sismike. Në terren ndodhen strukturat e emergjencave civile, pushteti vendor dhe ekspertu fushës, të cilët po kryejnë vlerësimin e dëmeve dhe po shqyrtojnë masat që duhen ndërmarrë për stabilizimin e terrenit dhe mbrojtjen e banorëve.